بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Ata e falenderojmë, ata e madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dëshmojmë që nuk ka të merituar, nuk ka dikush tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë se Muhammedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Tij. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj hoxhën Musabin për ftesën dhe gjithë kryesinë e kësaj xhamie. Allahu ju shpërbleft për nderin dhe respektin që keni. Lësë Allah s.w.t. që kjo xhami të ketë bereqet të vazhdueshëm me hoxhën e juve dhe xhamatin e juve, edhe lësë Allahun që Allahu t'ja vletëson që ta kryeni projektin e juve që e keni me xhami sa më shpejt, e delni të zgjerohet xhamia atje që të hecë fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo vllazni çka do të flas para juve sonte është ajo për të cilën vllazni kemi nevojë mas shumti. Ajo çka mas shumti na si besimtar, të cilët e kemi pranu dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala, kemi nevojë mas shumti për këta. E këtë që është vëllezër, është të gjdidul iman, është me shtu imanin, për shkak se besimtari duhet jetë ai i cili ta njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. E çka është imani tek ehli sunneti? Vëllezër, imani tek ehli sunneti është fjalë edhe vepër. Është fjalë dhe vepër. Është fjalë e gjuhës dhe vepër e gjymtyrëve. Dhe secila prej tyre lidhet me zemrën. Ky është imani. E imani yazid wa yanqus. Imani shtohet dhe paksohet. Çka është imani me fjalë? Çka është imani me vepër? Imani me fjalë është me thonë fjalën la ilaha illallah, me besu Allahun. Imani ndahet fjalë dhe vepër që këta dyja lidhen me zemër. Është fjalë e gjuhës, është fjalë e zemrës, është vepër e gjymtyrëve, është vepër e zemrës. Cilat janë fjalët e gjuhës? Fjalët e gjuhës janë shahadeti, përmendja Allahut, leximi i Kur'anit e kështu me radhë. Ndërsa fjalët e zemrës janë amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yawmil akhiri wa qadarihi khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Këta janë fjalët e zemrës. Me besu Allahun, me laçet, librat, pejgambert që kanë zbrit, me besu ditën e gjykimit edhe caktimin që e mirë edhe e keq është prej Allahut subhanahu wa taala.
Këta janë fjalët e zemrës. Veprat e gjymtyrve hinë namazi, agjerimi, sadakaja, prerja e kurbanit, haxhi e kështu me radhë. Këta janë veprat të imanit, të trupit. Ndërsa veprat e zemrës, vllazni, janë dashuria për Allahun, frika ndaj Allahut, tawakuli, mbështetja, mi mbështet vetëm Allahut. E kështu me radhë që e kanë nda ulemat. Pra, në këtë iman që ka na falem vllazni, përfshihet krejt imani i besimtarit. Tash një besimtar, a mundet mi arrit që ta gjitha, mundet mi arrit nëse ka diturinë edhe njeh Allahun si duhet. E për këta kanë fol ulemaja që kanë thonë el imanu yazid wa yanqus. Shtohet edhe paksohet. Shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunahe. Nuk ka mirësi më të madhe vëllezër se sa imani. Me iman, me besim, arrijet lumturia e jote në këtë dunja edhe arrijet lumturia jote në botën tjetër. Për shkak se te nëse në këtë dunja e ke shtu imanin, e ke arrit imanin si duhet, kënaqesh në dunja. Për shkak se e njeh Allahun tonë si duhet, e njeh që Allah të sprovon ty, edhe ti kënaqesh me çat kader se e din që Allah po t'i pasron gjunat, apo Allah po të sprovon që mu afru te ai. Kur të njeh imanin, lumturohesh në jetën tonë. Kur të ki imanin, lumturohesh në jetën tonë. E pasi që ta ki imanin te, Allahu ta jep xhenetin. Thot Allah subhanahu wa taala: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Thot kushdo që ban vepra të mira prej mashkujve ose femrave, edhe thot wa huwa mu'min, edhe ai është besimtar, e që ka iman. Nuk i mjafton dikujt me bo vepra të mira, por terisa s'ka iman. E kur të ki imanin, edhe ban vepra të mira, qoftë mashkull apo femën, që kjo pranohet te Allah. Ndërsa nëse nuk e ki imanin, besimin në Allahun subhanahu wa taala, sikur që janë ata të cilët nuk janë musliman, nuk e besojnë Allahun, ata sot dushën e të bojnë vepra të mira, nuk ju pranohet, por terisa nuk e kanë besimin në Allahun subhanahu wa taala. Allah thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Thot ne do ta bëjmë ato të ketë jetë të lumtur. Do më thonë ai i cili e ka arrit imanin e tina, Allahu i jep jetë të lumtur. Prandaj vllazni, besimtari kujdeset për imanin e tina. Besimtari kujdeset për imanin e tij më shumë se sa pasuria e tij, më shumë se sa pozita e tij, më shumë se sa shëndeti i tina. Më shumë se këta tjera, besimtari duhet kujdeset për imanin. Mirë po, besimtari a ka nevojë që imanin e tij ta shtaj çdo ditë, apo imanin e tij ta shtaj një herë në javë? Besimtari ka nevojë që imanin e tina, besimin e tij ndaj Allah subhanahu wa taala ka nevojë që ta shton çdo ditë, jo çdo ditë, bele çdo sahat ka nevojë që ta ripërtrin imanin e tij. Çka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, jaa fi al-hadith 'inda al-hakim fi al-mustadrak, ka ardhur në hadithin e Hakimit në Mustadrak, që ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Inna al-imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb." Thot, imani vjetrohet
të çdo njeri prej juve siç vjetrohet rroba e tina. Ka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, pasi që na tregon që imani vjetrohet, siç vjetrohet rroba jon që e kemi trop, çish bëhet rroba e papastër, çashtu të vjetrohet edhe imani. E çka na mësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha lutni Allahun që t'ja përtrin imanin e juve, thot lutni Allahun që t'ja përtrin imanin e juve në zemrat e juve. A mësum na që imani lidhjen e ka në zemër. Të çdo vepër që e ban, duhet ta lidhësh me zemër, për me të shtu imani. E këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po tregon që imani është sikur rroba që vjetrohet. Vllazni, sa kujdesemi na për rrobat tona, nëse zhyten, nëse të bëhen papastërta, kujdesemi na të lajmë mas mirëti. Edhe mos dalum çashtot para njerëzve, apo kur shkojnë dikon mosafer, alo ma shumë e pastrojmë rrobat që më duk ma mirë, ma shumë se ti që kujdesesh për rrobat e tua, për teshat e tua që i vesh, duhet kujdesesh që të arrujsh imanin në zemrën tane, të arrujsh besimin në Allahun subhanahu wa taala që e ki. Për shkak se vllazni, na duhet të arrujmë imanin ton. Është pyet Imam Ahmedi rahimahullah, është pyet për imanin dhe i kanë thonë a yazid al-iman wa yanqus, i kanë thonë a shtohet imani edhe paksohet. Imam Ahmedi prej dietarëve të mëdhaj e kanë pyet, i kanë thonë a shtohet imani edhe paksohet. Çka tha Imam Ahmedi rahimahullah? Thot yazid hatta yablughu a'la as-samawat. Thot rritet imani derisa të arrin më të lartën në qiell. Çashtu të rritet imani i besimtarit. Wa yanqus hatta yakuna fi asfal as-safilin. Thot dhe paksohet derisa të zbret në shtresën më të poshtë, më të ulët të tokës. Kështu imani i besimtarit edhe rritet edhe zvoglohet. Pastaj është pyet Sufjan al-Thawri rahimahullah, a yazid al-iman wa yanqus, arritet imani dhe zvoglohet? Tha yazid hatta yakuna amthalu al-jibal. Subhanallah, këshirë Sufjan al-Thawri rahimahullah se çish e ka pru për shtimin e imanit, ka thonë yazid hatta yakuna amthalu al-jibal, ngritet imani i besimtarit derisa të arrin tjetë sikur kodrat. Nëse ke arrit me shtu imanin ton, ty vlla, nuk të ban ty dëm gjënahi, që dikush, që gjënahi apo shejtani që ty të këshir me të sulmu, edhe me të largu prej rrugës Zotit. Nëse ti ki imanin, e runë vetën ton prej gjënaheve, imani shtohet, po thatë Sufjan al-Thawri, derisa të bëhet sikur kodër. Wa yanqus hatta la yabqa minhu shay. E mundet imani i një besimtarit me u zvoglu edhe mos me met kur gjo prej imanit tina. E krejt këto që ka nejmë të ndëgju vllazni, që ka thonë pejgamberi alayhis salam dhe dietarët, na duhet kujdesmi për imanin dhe besimin ton që e kemi ndaj Allahut. Duhet kujdesmi që ta shtojmë imanin ton. E nevoja jon duhet jetë e vazhdueshme që ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shtohet imani. Besimtari jeton vllazni në këtë botë me sprova, me angazhime, me dëshirat dunjas, me mëkate. Çdo ditë mundet besimtari me u sprovu
me pa në gjëna, gjërat të cilat ndikojnë në zemrën tone. Mundesh me ndëgju diçka të keqe, mundesh me ndëgju gibet që ta dobësojnë imanin. E krejt tha vllazni, janë ata të cilët ty ta dobësojnë imanin. E besimtari duhet të ketë kujdes që ta ruan imanin e tij. Abu Darda radiallahu anhu thot: inna min fiqhi ar-rajuli an ya'lama ay yazdadu imanuhu am yanqus. Thot, prej vëzhgimit të zemrës, besimtari duhet ta njeh veten e tina. Besimtari duhet ta njeh veten e tij, që kur pishtohet imani, edhe kur pizvoglohet imani. Secili prej neve e dim parafërsisht. E dim që a na u ka shtu imani besimin Allah s.w.t. apo na u ka zvoglu imani. Por derisa na rrim me do njerëz që nuk e përmenin Allah s.w.t. dhe përmenin çështjen e dunjas, atëherë e vren gradualisht që imani jote zvoglohet. Nëse te rrin në kanale cilat nuk bëjnë dobi ty, e vren që imani jote zvoglohet. Sa ka prej neve vllazni që e merren nga një ligjërat për me jushtu imani tina, për me njoft Allahun subhanahu wa taala. E ata çka pejgamberi alayhis salatu wasalam tha, lutni Allahun që t'ja fshtoj imanin në zemrat e juve. E para çka na duhet kemi parasysh, vllazni, është ta lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na shton imanin në zemrat tona. Të bëjmë dua të vazhdueshme, të mos ta neglizhojmë duan vllazni. Të mos nemi na tash jemi 5 vakli, e falum namazin, po në qatë namaz që je, lutë Allahun që Allah me të majtë në dinë, Allah. E kjo dinë madhështor që na e kem, këtë iman që na e kem, ata që se kanë nuk e dinë se çfarë lumturi e kemi na. Për këtë arsye na duhet ta lutim Allahun që Allahu me na rujt imanin. Thot Allah subhanahu wa taala: "Walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Thot, por Allahu bëri për besimtarët e bëri të dashur imanin dhe e zbukuroi ata në zemrat e tyre. Kush e zbukuroi imanin në zemrat e juve? Kush e zbukuroi imanin në zemrat tona? Është ai Allahu subhanahu wa taala. Allahu na tregoi që imani është dhurata më e madhe që të është dhënë ty. Nuk jo është dhënë dikujt dhuratë më të madhe vllazni. Dhe stoli më e madhe për zemrën dhe jetën e besimtarit se sa imani. E ti vëlla, nëse Allah të ka dhënë iman, dije që Allah të ka veçu. Të ka veçu Allah ty me këtë iman që e ki. E lutë Allahun që Allahu me ta rujt zemrën tane. Ashtu siç na ka mësuar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me lutë Allahun. Mësoj këtë dua, lutë Allahun. Pejgamberi alayhis salam çka ka thonë? Allahumma ya muqallibal qulub. O rrotulluesi zemrave. Pejgamberi Allah sallallahu alajhi wasallam pe ban çdo dua. Që Allah ja ka fal gjunat. Pejgamberi Allah sallallahu alajhi wasallam pe ban këtë dua. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thot, o rrotulluesi zemrave. Vllazni, që kjo zemër që së kon e udhëzune, neve na ka udhëzu Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam çka tha? O rrotulluesi zemrave, kur e luti Allah, sepse Allahu e rrotllon zemrën tonë si duhet. Si don Allah subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcona zemrat tona në Islam. E besimtari duhet vazhdimisht që ta lutë Allahun subhanahu wa taala që t'ju shtohet imani
në zemrën e tina. Prandaj të lutë Allahun subhanahu wa taala, Allahume jaddidil imana fi qulubina, me lutë Allahun që Allahume na shtu imanin në zemrat tona. Kur flasëm për zemrën vllazni, zemra është boshti kryesor, është pjesa kryesore e trupit të njerëzit. Është pjesa kryesore me cilën qëndron besimi. Me cilën qëndron besimi. Për këtë arsye, na duhet që ta lutim Allahun, dhe çështja e rëndësishme është na kur të lutum Allahun për me na shtu imanin. Me lutë Allahun me na forcu zemrat tona në Islam. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Tha ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tha bën përpjekje për ata çka të sjell dobi ty dhe kërkon ndihmë ndaj Allahut. Bën përpjekje në ato çka sjell dobi ty, edhe kërkon ndihmë prej Allahut. Çka na sjell neve dobi mas shumë të njëtën tonë vllazni? Njëtën tonë mas shumë të na sjell dobi imani. Njëtën tonë mas shumë të na sjell dobi imani. E besimtari duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala që ta ketë imanin e tij në zemrën e tina. Për të sa besimtari e ka imanin në zemër, atëherë çka do që e godet besimtarin, besimtari është i kënaqur. Ngoni këta 3 pika që do t'i përmeni vllazni. 3 pika kryesore që duhet t'i ketë një besimtar. 3 sene kryesore që duhet t'i ketë një besimtar e ka arrit të jetë i kënaqur në dunja. Cilat janë ata 3 çështje që duhet t'i ketë një besimtar e arrin çështjen, e arrin kënaqësinë e dunjas? E para është imani. Me pat imanin si duhet. E para është imani. E dyta është shëndeti. Edhe e treta është razia në familje. Ngani vëllazër. Pse na këto po e qesum imanin në rend parë? Masa ne po e qesum shëndetin, masa ne po e qesum razin në familje. Pse nuk thamë shëndeti? Disa thojnë veç shnetën me pas. Shnetën që ta ki mirë, tjera të mirë i ki. Jo, na thojnë a imanin që ta kem. Se imani është kryesor i vllazni. Nëse e ki imanin, edhe sprovohesh në shnetën tone, na që tash nuk jem të smut. Nuk e dim se çka na godet nesër. Nesër mundemi me osmu me na smuj që na nuk e dim. Nëse na godet neve që ajo smuj, çka bojmë na? Bojmë sabër, se e ki imanin në zemrën tonë. E din që ajo çka të ka godit, çka thon pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe nëse një therr të hen është pastrim prej gjunave. E din që ajo çka të ka godit, Allah po dan ty me ta afru afër tina. Tjetra, razia në familje. Nuk ka dyshim që razia në familje është lumturi, që e lumturon njeriu në dunja, edhe shëndeti. Amon këta dyja pa iman zbojnë. Nëse e hupe shnetën, nëse e hupe razin në familje, dikush s'është mirë në familjen e tij, mundet me pas probleme në familjen e tina. Çka ban? Jo kthehet tek imani i tij, në zemrën e tina. E dhe që ajo që Allah s.w.t. e ka sprovu, është hajrë për ta. E çdo sen që ka e godet besimtarin, është hajrë për ta. Për që ata theme që kushdo që e ka imanin e tina, e ka arrit lumturin e dunjas, edhe lumturin e ahiretit. Se te kur te ki imanin, edhe nëse smuhesh, edhe nëse ki probleme në familje, e një dinin e Allah, e një fejnë e Allah, e dhe që Allah të ka sprovu në shëndet, e dhe që Allah të ka sprovu në familje, ban sabër. Sa sprovu Ejubi a.s. me smujen e tina, dhe asë njëherë nuk u dërzu. E shumë pejgamber tjerë që ju sprovu me sprovat ndryshme, nuk ju ndërzu. E qka i ka majt ata?
ata i ka majt vllazni imani që e kanë pas në zemrën e tyre. Ajo çka e ban në robin që me pas iman vllazni është dija fetare, dituria. Të pa dije nuk mundesh me njoft Allahun si duhet. Nëse nuk i dije, nuk mundesh me njoft çka është imani. E besimtari duhet përpjeket që ta kërkon diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu ja don të mirën, ja ban me kuptu fen. Pasane ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kushdo që e nis rrugën për kërkimin e diturisë, ja lehtëson Allahu atij rrugën për xhennet. Ti vëlla nëse mëson diturinë si duhet, e njeh Allahun si duhet, atëherë të shtohet imani tyje. E kur të shtohet ty imani edhe njeh Allahun edhe ruan qit iman derisa të vdesë me vdek me iman, atëherë të hyn xhennet. E besimtari duhet të ruaj imanin e tina. Vllazni, nuk është problem që na kujdes me apo e këshyrim njerëzit se çka bojnë. I japëm kohë edhe gjojmë kohë shumë për njerëz, gjojmë kohë shumë për punë të kota, e nuk gjojmë kohë me ullë edhe me nguni ders. Besimtari duhet të ndoj kohën e tina çdo ditë me nguni ders ose me lexu ndaj libër që ja shton imanin atina. Çështja tjetër vllazni që duhet ta kemi parasysh është leximi i Kur'anit. Sa na mirëmi me Kur'anin, sa na e lexojmë Kur'anin. Nëse na e lexojmë Kur'anin vazhdimisht, atëherë imani jonë shtohet. Vllazni, sa po japëm kohë Kur'anit na. Na shkon dita 2-3 ajete prej Kur'anit si lexojmë. E lexojmë vetëm çatë namaz, kur vjen koha me fal namazin, e lexojmë namaz, edhe i lexojmë bele çata sure që i dim. Kur e ke shfletu Kur'anin për herë të fundit me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E Kur'ani është prej shkaqeve që ty ta shton imanin. Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Thot besimtar të vërtet janë ata të cilët e përmendin Allahun dhe zemrat e tyre qetësohen. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur t'ju lexohet atëve prej Kur'anit, apo e ndëgjojnë Kur'anin, apo e lexojnë Kur'anin, zadatuhum imana. Jo shtohet atëve imani. A përse që Allah po na kallëzon që ai i cili e lexon Kur'anin, jo shtohet imani i tij. Wa ala Allahi wa ala rabbihim yatawakkalun. E besimtarët janë ata të cilët vetëm Zotit tina ju mbështeten. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Thot kur t'ju zbret atëmve ndonjë sure, disa prej tyre thonë, kona i shtohet imani. Fa amma alladhina amanu zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Sa u përket atyre të cilët besuan, jo shtohet imani atyne. Wa hum yastabshirun. Edhe ata janë dëgzueshëm për shkak se jo shtohet imani i tyre. Vllazni, imani jon nuk ka dyshim që shtohet me leximin e Kur'anit. Ama që të Kur'an që na e lexojmë, duhet të përqendrohemi që na ta kuptojmë Kur'anin, ta kuptojmë çka ka thënë Allah subhanahu wa taala. Edhe me këto çka ka thënë Allah ta shtim praktik, praktikojmë me ato çka ka thënë Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu, afala yatadabbaruna al-Qur'an
am ala qulubihim aqfaluha, thot a nuk meditojnë ata në Kur'anin, am ala qulubin aqfaluha, apo zemrat e tyre janë të mbylluna në dryna. Na duhet me lexu Kur'anin, me meditu Kur'anin. Nëse na nuk e lexojmë Kur'anin, nuk meditojmë Kur'anin, zemrat tona mbyllen. Dhe për me i qelë zemrat tona, e gjithë jeta jone duhet jetë me Kur'anin, me lexu Kur'anin, me mësu përmendsh Kur'anin, edhe me praktiku ato që ka thonë Allah subhanahu wa taala. Mos e pyet veten tonë kur ta mbaraj hatmën e Kur'anit. Merr me lexu Kur'an veç këshir me kry hatmën sa më shpejt. Ti baj më shumë hatme. Por përqendron ato se çka na mësoi Allah subhanahu wa taala. Me meditu me një ajet kuranor, çka ndryshoi mu, që kjo ajet, edhe me qitë në zbatim këtë ajet, ty e të shtot imani. Ibn Abbas radiallahu anhu, në ajetin të cilën Allah subhanahu wa taala thot, alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Thot ata të cilët u është dhënë libri, Kur'ani, edhe lexojnë Kur'anin, ata janë të cilët kanë iman. Ata janë të cilët kanë iman. Thot ata të cilët e lexojnë Kur'anin, ata kanë iman. Çka thot Ibn Abbas radiallahu anhu, yetluna haqqa tilawatihi, thot e ndjekin ata me ndjekje që i ta kanë. Ashtu që shka thonë Allah subhanahu wa taala, që ashtu e ndjekin Kur'anin. E nuk e marrin një pjesë prej Kur'anit, edhe një pjesë me lanë. Që kjo na konvenon neve me marr, e që kjo s'na konvenon. Kjo nuk ta shton imanin ty vëlla. E do të me marr Kur'anin edhe me meditu me Kur'anin. Çështja tjetër vllazni që ta shton imanin ty është me lexu nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është me lexu nga Siratun Nabawi, e kur të njëjtë jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se çish ka jetu pejgamberi alayhis salatu wassalam, sprova që i ka përjetu pejgamberi alayhis salatu wassalam prej momentit që i ka zbrit Kur'ani, sprova që i ka përjetu në Mekë, nuk e kanë lënë rahat pejgamberin alayhis salatu wassalam, e kanë njek me mbyt pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe në Medinë nuk e kanë lënë rahat sallallahu alaihi wasallam. Të e shenë që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas iman, edhe ty kur të merr me njoft historinë, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtohet imani. Lenjani vetës njëherë njoft, mos pa që i vak njëherë njoft, lexoni historinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me lexu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtohet imani. Pastaj me i lexu historitë e sahabëve, tabiinëve, sakrifica që i kanë bë ata, ty shtohet imani edhe e gjallëron imanin. Për çështjeve më kryesore vllazni, që ty me të shtu imani, është me njoft Allahun subhanahu wa taala. Për çështjeve kryesore është me njoft Allahun. Me njoft Allahun, kush është që ky Zoti jam? Me njoft Allahun me emrat edhe cilësitë e tij, me njoft Allahun me mëshirën e tij, me fuqinë e tij, me krijimin e tij, me njoft Allahun xhalla xhelaluhu. Atëherë zemra jote mbushet me dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala, me frikë respekt ndaj Zotit xhalla xhelaluhu, edhe ty të shtohet imani. Dietarët çka kanë thonë, men kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Ka thonë kushdo që e njen mas mirë të Allahun, ju tutet mas shumë të atina. E kur t'ju tutet Allah, të danë Allah, edhe ju shtohet imani atina. Tjetra e rëndësishme vllazni janë veprat e mira që na duhet i bëjmë vazhdimisht, që imani jonë të qëndron, imani jonë përveç që kem dije që duhet me praktiku qatë vepër,
Na e dim që do të më falë, do të me praktiku. E dim që do të me bo një vepër të mirë, duhet të bojmë një vepër të mirë. Që kanë thonë selefi, el imanu qaulun wa amel, yazid bit taati wa yanqus bil maasi. Dietarët kanë thonë, imani është fjalë edhe vepër, ajo që ka e përmenum në fillim, yazid bit taa wa yanqus bil maasi. Besimtari duhet vazhdimisht të bën vepra të mira. Imani shtohet me veprat e mira edhe zvoglohet me gjinae. E besimtari duhet të ruaj imanin e tina. Duhet të ruaj imanin e tij që të mos ju dobësohet imani tina. Duhet bëj vepra të mira. Pasi që vllazni e kuptuam deri tash se cilat janë ata vepra të cilat na shtojnë imanin. Shkurtimisht që e kuptuam cilat janë ata vepra që na shtojnë imanin, do të kemi parasysh vllazni. Edhe anën tjetër se cilat janë ata vepra cilat na dobësojnë imanin tonë. Cilat janë ata vepra që ta dobësojnë imanin tonë, Allah, nga vllai i dashur. Ai i cili bën përpjekje me ty vazhdimisht. Ai që vazhdimisht bën përpjekje me ty që me ta ul imanin tonë, edhe me të largun nga rruga e Zotit, është dikush që na nuk e shohim me sy. Është dikush që na se njohëm ata. Edhe se kemi pa ata, ama na janë na ka pa neve. Edhe na një neve. Edhe din metodën se qish me hin të na, që me na largu prej qiti imanit. Ajo shejtani. Shejtani që vazhdimisht bën përpjekje që ty me të largu prej imanit, prej besimit në Allahun subhanahu wa taala. Shejtani bën përpjekje që ty me të largu, Allah i dashur. Me metodat e tij që i ka, çtin ka dalë me bo një gjëna, pret vetëm një moment neglizhence, pret vetëm një moment që ty me lan anash. Hajtë se s'ka gajle, ban që kë gjëna, s'ka gajle, bidat, ban. Tëri sot arrin shejtani tyje me ta largu imanin prej zemrës ta. E na duhet me luftu që të armek që e kem. Inna shejtani aduwwun mubin. Me të vërtet shejtani është armiki i përbetun i joni vllazni. Shejtani nuk këshir ty me ta hek pasonin. Shejtani këshir ty me ta hek imanin prej zemrës tonë. Shejtani vjen nga mbrapa piteje, vjen për mas, vjen për para, vjen në anën e djathtë, vjen në anën e majt, në gjitha mënyrat sillet shejtani rreth teje. Sillet shejtani rreth teje në gjitha mënyrat i gjan. Vetëm me të prit tyje neglizhencën tonë, që ti me u largu, ti me lon anash një vepër të mirë. E gjan qatë cak shejtani edhe me ta dobësu imanin. E kur ta dobëson imanin, ka dale, këshyrë me ta ek imanin prej zemrës. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, ndëgjën e vëllezër. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah e bjen një shembull shumë të rëndësishëm me shejtanin. E kjo është shembulli më i bukur për imanin. E bjen shembull, thot një njeri e ka një cop mishin në dorën e tina. Edhe e ka një qenë që po sillet rreth tina. Qeni këshirë mja kop mishin. Sillet qeni, besimtari e ka mishin në dorë. E pret shejtani teri sa po habitet njeri me fol me dikon, ose po habitet diçka që me ja kop mishin prej dorës. E thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, thot mishi është imani, e ndërsa qeni është shejtani. E pret momentin që ti muhabit mas kësaj dunjaje, që ty me ta hek imanin prej zemrës tane. Imani sillet ditë e natë.
rreth teje, në shtëpinë tonë, sillet shejtani jashtë shtëpisë tonë, sillet shejtani me shoqëri kur je, vjen shejtani afër teje edhe në internet kur je, veç me këshirë tyje, me ta hub imanin tonë që e ki në zemër. E vllazni prej çështjeve tjera që duhet me rujt imanin ton është që ta përmenum sa ma shumë Allahun subhanahu wa taala. E rëndësishme tjetër vllazni që ta rujm imanin ton është shoqëria e keqe. Mos rremeni shoqëri që ta dobëson imanin, mos rremeni shoqëri që të përmend ty, ta përmend dunjan e nuk ta kujton Allahun subhanahu wa taala. Shoqënia e keqe mundet më kanë shkak jo vetëm e ta dobësoj imanin, po mundet më kanë shkak që ty krejt imanin me ta marr. Nëse është shoqënia e keqe të largon prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse është shoqënia e keqe që në rrugëve të këqija, edhe ti mundesh me met pa iman, Allahu na ruaj. Ajo çka duhet kemi kujdes vllazni, që truhemi në ditët e sodit, që na jem të jetu në këtë zaman, që na e dim shumë mirë, se cila është kryesorja, që neve, po na ban që na ta hupëm kohën tonë, që mos ta dojmë kohën tonë për Allahun, mos ta dojmë kohën tonë për Kur'anin, janë rrjetet sociale. Është telefoni. Nëse telefonin e përdor për hajër, kime pas hajër. Nëse telefonin e përdor për sherr, kime pas sherr. E tash vllazni, fitnet tona që i kem, nuk i kem jashtë shtëpisë. Fitnet tona i kem në shtëpi mrena. Mrena që te qel telefonin ty, d'vjen naj fotografi, d'vjen diçka që ty ta dobëson imanin me njerë. E besimtari duhet me rujt shikimin e tina. E që kjo interneti që na si ruemi, është njani prej shkaqeve bashkohore që neve vllazni na i dobëson imanin ton. E du të arrujmë vetën ton që të kujdesmi ta përdormi telefonin hajr. A ka hajr shumë prej telefonit? Valla ka shumë. Qel telefonin lexon Kur'an. E qel telefonin e këshyr naj meselet fejes, e mëson diçka prej dinit Allahut. E qel telefonin e nga naj ders. Na këshyrum telefon me kohë pa lidhje sene që na vinë neve. Edhe nuk mendojna që kjo është neglizhenca jone, që e lojmë hapësirë shejtanin me na ndiku neve, edhe me na i hup imanin. Çështja tjetër që duhet kemi kujdes vllazni, është vetja jone. Thot Allah subhanahu wa taala, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Thot nefsi vazhdimisht e fton njerihun në mëkate. Nefsi e fton njerin që me bo gjinahe. Njeriu që ashtot është kriju, e ngren gjinahe, po nuk duhet na me ilon hapësirë gjinahit. D'vjen na i sen me këshirë për para, mos e këshirë. T'fol dikush diçka prej gibetit apo ban diçka, mos e ndëgja. Mos e ndëgja çka po fol ai. Për shkak se nuk e dim vllazni që bjen një fjalë e dikujna që ta ul imanin. Bjen një shikem vllazni që na duhet kohë shumë tani me përtri imanin tone. E vëllezër të dashur, imani nuk ka dyshim që është pasuria kryesore e besimtarit. Besimtari ka nevojë që të kujdeset çdo ditë për imanin. Çdo ditë vllazni duhet të kem kujdes
të kujdesemi për imanin, të mësojmë diçka prej fjalës të Allahut, të mësojmë diçka prej fjalës së pejgamberit alayhis salatu wasalam, të lexojmë Kur'an, të bëjmë dhikrin, të jurumi shoqënisë të keqe, të rrim me shoqëni të mirë, e cila ta kujton Allahun subhanahu wa taala, të rumi prej shejtanit, ta kem parasysh që ka të shkojmë, shejtanin e kem me veti, e cili e gjen mënyrën me na mashtru neve, të rumi prej gjunaheve, të rumi prej fitneve bashkohore të cilat i kemi na, edhe ta llogarismi veten para se zemrat tona të lakohen. Të kujdesmi për veten ton, të kujdesmi për imanin ton, për besimin ton, pasi që të na e mirët besimi. E kur të mirët besimi, atëherët nuk kemi pas hajrë në dunja as në ahiret. E lusëm Allah që Allah të na forcon zemrat tona në islam, të na shtoj imanin në zemrat tona. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma jaddid imana في قلوبنا يا رب العالمين وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Allahu ju shpërbleft për sabrin që patët me ndëgju. Allahu shpërbleft hoxhën edhe gjithë kryesin edhe juve vllazni që keni gjetë kohë me prezentun këtë mejlis